Gjykata speciale me Selin në Hagë u ka refuzuar kërkesën për lirim të përkohshëm Kadri Veselit, Recep Selimit edhe Jakub Krasniqit. Një vendim zyrtar ende nuk është bërë publik, megjithatë në kërkesën e prokurorisë specializuar për vazhdimin e paraburgimit ndaj Kadri Veselit, thuhet se gjyqtarët më 13 maj kanë vendosur që ish-krerët e UÇK-s duhet të mbeten në paraburgim dhe kërkesa për lirim të përkohshëm duhet të refuzohet. Si rezultat, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Hashim Thaçi do të mbeten në paraburgim deri në fundin e gjykimit. Mbetet të shihet se cili do të jetë arsyetimi i gjyqtarëve të Hagës që e kanë marrë lidhur me refuzimin për lirim të përkohshëm, pasi që policia e Kosovës kishte dërguar një letër garancë ku thoshte se është e gatshme të zbatojë të gjitha kërkesat e gjyqtarëve të speciales në mënyrë që Veseli, Krasniqi e Selimi të paktën të jenë në arrest shtëpiak. Ndaj kësaj letre kishte reaguar prokuroria e Hagës, e cila kishte gjetur vërejtje në policinë e Kosovës. Në fakt, le të themi, policia e Kosovës nuk i mbushte syrin prokurorisë së Hagës, duke i përmendur dy arsye: dekodimin e mesazheve që potencialisht mund t'i marrin krerët e UÇK-s nëse janë në arrest shtëpiak, dhe në anën tjetër se policia e Kosovës nuk ka dieni se cilat informata janë konfidenciale, cilat jo. Mbetet të shihet se si e ka arsyetuar trupi gjykues këtë vendim, pasi vazhdimi i paraburgimit në këtë fazë të paktën është kritikuar tejet shumë në Kosovë. Kjo pas janë 3 arsye që përdoren në raste të tilla për vazhdimin e paraburgimit. E para është rreziku i ikjes, e cila me vendimet e gjyqtarëve të mëparshme është rrëzuar, pra nuk ekziston rreziku i ikjes për krerët e UÇK-s. E dyta është rreziku i ndikimit në prova dhe në dëshmitar, që në situatën aktuale dëshmitarët dhe provat e prokurorisë kanë përfunduar. Dhe e treta që është rreziku i përsëritjes së veprës penale, i cili gjithashtu në këtë fazë nuk mund të ekzistojë. Si rezultat, sipas juristëve, kanë pushuar arsyet për vazhdimin e paraburgimit. Megjithatë kjo, duket se nuk po vlen edhe për gjyqtarët e speciales, që kanë marrë një vendim me të cilin refuzojnë lirimin e përkohshëm për Kadri Veselin, Recep Selimin edhe Jakub Krasniqin. Avokatët e ish-krerëve të UÇK-s kishin dorëzuar një plan konkret, madje deri në 7 faza, se cilat hapa janë të gatshëm t'i respektojnë për një arrest të mundshëm shtëpiak. Kërkesat të gjyqtarëve deri në detaje vetëm në mënyrë që ish-krerët e UÇK-s të lirohen nga paraburgimi. Megjithatë, edhe kjo duket se nuk ka mbushur syrin gjyqtarëve, të cilët edhe në këtë rast kanë vendosur sipas kërkesës së prokurorisë së Hagës, e cila paraburgimin e sheh mosën e vetme në këtë fazë, duke thënë se të akuzuarit kanë dieni për dëshmitar dhe për prova që janë përdorur, dhe në Kosovë ende ekziston një klimë e friksimit të dëshmitarëve dhe si rezultat të akuzuarit do të mund të shpërndanin informata ndaj dëshmitarëve që kanë dhënë dëshmi kundër krerëve të UÇK-s. Megjithatë, në raste të tilla shtrohet pyetja edhe nëse dalin të pafajshëm të akuzuarit kanë dieni për dëshmitarët. A do të thotë kjo se ata do duhet të qëndrojnë në paraburgim edhe kur të përfundojë gjithë procesi gjyqësor? Sigurisht për këtë kemi pasur qëllimin ta pyesim edhe kryetaren e gjykatës speciale në konferencën që e pati të planifikuar për media, por e cila u anulua pas protestës së veteranëve. Vazhdimi i paraburgimit ka qenë njëra prej temave që është kritikuar më së shumti gjykata speciale, sepse gjyqtarëve të speciales nuk ua kishte mbushur syrin as garanca nga 3 shtete në rastin e Thaçit, siç është Shqipëria, Turqia dhe Kroacia, që kishin shprehur gatishmërinë ta zbatojnë arrestin shtëpiak për Hashim Thaçin, por që edhe ajo kërkesë ishte refuzuar. Paraburgimi është mjet i jashtëzakonshëm, është mos përjashtuese që përdoret vetëm në raste kur të akuzuarit mund të arratisen apo mund të ndikojnë në prova. Në momentin kur nuk ka rrezik të ikjes, nuk ka rrezik për ndikim në prova, është shumë kritik fakti se si gjyqtarët sërish vendosin për vazhdimin e paraburgimit.